Allahu subhanahu wa ta'ala ka njoftuar në Kur'an se do t'i ringjallë dhe do t'i tubojë njerëzit në ditën e gjykimit. Ndër ajetet që tregojnë për diçka të tillë është edhe fjala Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba." Ndër shenjat e Allahut të lartësuar është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i të gjitha gjallësave që i ka krijuar dhe i ka shpërndarë në tokë, domethënë në qiell dhe në tokë. Dhe kur të dëshiroj, ai është i gjithfuqishëm që të ringjallë dhe t'i tuboj ato, që t'i tuboj krijesat, t'i tuboj gjallësat. Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i jetës. Ai ka krijuar njerëzit për herë të parë. Dhe ai që na ka krijuar për herë të parë, padyshim, ka fuqi absolute që të na sjellë përsëri në jetë, se ai ka fuqi të bëjë gjithçka. Allahu ka krijuar botën e melajkeve, botën e xhindëve, botën e njerëzve dhe të gjitha gjallësat. Ai ka shpërndarë gjallësat në gjithësi dhe ky Zot që ka krijuar gjallësat ka fuqi të sjellë përsëri në jetë. Krijimi i dytë për të është më i lehtë se sa krijimi i parë, siç ka thënë në Kur'an: "Wa huwa ahwanu alayh." Dhe ajo është më i lehtë për të. Thot Allahu: "Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu." Allahu i lartësuar është ai i cili ka filluar krijimin, pra ka krijuar për herë të parë gjallësat. Pastaj do ta përsërisë atë. Ai do t'i ringjallë gjallësat. Dhe ringjallja është më e lehtë për ta. Wa huwa ahwanu alayh. Ringjallja është më e lehtë për ta. Kështu që një nga argumentet tona se do të ringjallën njerëzit në ditën e gjykimit është njoftimi që Allahu i lartësuar e bën në Kur'an. Në shumë vende në Kur'an Allahu ka treguar se do të ringjallë njerëzit, se do t'i tubojë, se do të merren llogari, se do të ndahen një grup për në xhenet dhe një grup për në zjarrin e xhehenemit. Ka folur për mirësitë në xhenet dhe për llojet e dënimit në zjarrin e xhehenemit. Pra këto lajme janë argument, është krijuesi ai që na tregon. Dhe krijuesi thot vetëm të vërtetën, përderisa ka njoftuar Allahu i lartësuar, kjo është hak, kjo është e vërtetë, duhet pranohet. Wa man asdaqu min Allahi hadithan. E kur thot fjalë më të vërteta se sa Allahu subhanahu wa ta'ala, ai që se pranon ringjalljen, ai përgjigjëstron njoftimin që ka bëu Allahu i lartësuar. Nuk pranon lajmin që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk e pranon fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ai nuk e njeh Zotin, nuk e njeh fuqinë e Zotit. Nuk e njeh vërtetësinë e fjalës, vërtetësinë e njohurive që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra i faktikisht është kundër Zotit. Ai mendon keq për Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ta njoh njeriu fuqinë e Allahut, po të njoh lajmet që ka dhënë Allahu, është e pamundur që ta mohojë ringjalljen, se ka njoftuar Allahu. Allahu i lartësuar e thekson e përforcon në Kur'an. Për shembull, thot: "Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha." Vërtet kiameti do të vijë, s'ka dyshim në ta. Pra e përmend Allahu i lartësuar këtë lajm në mënyrë të përforcuar, duke e theksuar, s'ka dyshim në ta. Nuk duhet dyshoj njeriu në çështjen e ringjalljes. E ka përmendur ringjalljen në Kur'an, duke ka përmendur fillimin e krijimit, fazat e zhvillimit të njeriu, kur është embrion, domethënë në barkun e nënës, foshja në barkun e nënës, për të treguar fuqinë e tij absolute, subhanahu wa ta'ala. Pra ky është një nga llojet e argumenteve të ringjalljes. Po ka edhe lloje të tjera, argumente logjike që Allahu i lartësuar i ka sjellë në Kur'an. Do t'i përmendim në vazhdim ato, inshallah ta'ala.